Po në fakt, pa energji nuk ka me pas as arsim, as shëndetësi. Unë mendoj që energjetika është shtylla kryesore e zhvillimit. E dim shumë mirë që ky vend është në një udhkryq bukur të madh, mes stagnimit e izolimit dhe zhvillimit e mbrojtjes të Republikës. Energjetika në Kosovë duhet me u pavarësu. Nuk ka me pas stabilitet energjetik, e rrjedhimisht as siguri energjetike kombëtare nëse na nuk e kem prodhimin ton vendor me energji elektrike. Për me mujt me majt edhe fakturën e energjisë elektrike në kontroll me çmim të përballueshëm për qytetar. Pra, me dojë mos duhet me ndërtu centrali me gaz. Pra, ajo që ka qenë premtimi ajo juaj që ka vazhdimisht qenë edhe në mbetet fushat. Projekti kryesor. A është diçka që bëhet shpejt kjo? Unë kam premtu që brenda 6 muajve na do ta nënshkruajmë marrëveshjen për ndërtim të centralit me gaz me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do ta nënshkruajmë marrëveshjen dhe do të fillojmë punën dhe brenda mandatit tonë do ta kemi centralin me gaz në Ferizaj, ashtu siç e kemi premtuar në mandatin e parë. Dhe ky mbetet projekti më strategjik i qeverisë Kosovës. Në kuadër të saj duhet bëhet edhe gasifikimi i Kosovës, në mënyrë që ngrohjen ta ndajmë nga energjia elektrike dhe ndërtojmë ngrohtore qendrore në përqendrat e mëdha, në mënyrë që qytetarët duke shfrytzuar gazin. Po prapë flas me gaz. Lirohen ngarkesat në rrjet më ndeshëm. Pastaj gjithçka tjetër është nën kontroll, sepse ngarkesa për energji elektrike nuk do të jetë sikur ajo që është sot, të cilën nuk e merr kohë, po urgjente për shembull, çka planifikoni me bë, për shembull, të çështja e çmimit, apo me pas diçka në keme largu të vëshën prej fakturave të energjisë elektrike dhe kjo është një masë e menjëhershme. Të vëshën prej fakturave elektrike. Prej fakturave të energjisë elektrike. Dhe kjo e lehtëson pra barën për qytetarët e Republikës Kosovës, sepse do të thonë shteti e merr përsipër të vëshën, por nuk e paguajnë qytetarët. Si mos e parë, si më thon, ndaj konsumatorëve. Lehtësuese ndaj konsumatorëve. Pra, unë fola pak më herët. 90 milionë të cilin jem minus do të me subvencionu shteti në mënyrë që me mbrojt konsumatorin dhe qytetarin e Kosovës, por mos me pas ngritje të çmimit të energjisë elektrike. E dim që në 5 vitet e fundit, çmimi i energjisë elektrike është rritë mbi 100%. Faktura e qytetarëve në energji elektrike është dyfishu. Kjo është e papërballueshme. Ishte arficar tamam me qenë kështu mas emergjente, se të vësheja nuk është e shtetit, se më thonë. Se vësheja në përket neve, pra që prapë ajo do të më në aksy neve në shërbime. Por mos me pagu ti si konsumator e merr përsipër shteti, sepse ajo para prapë vjen te shteti. Dhe veç shteti është dashur me aksy me shërbime, pra ti më penalizon në një shërbim për me ma hek të vëshën prej faturës. Shërbimi ke gazi, ke centralin ndi me gaz. I pyeti çka bën në fillim. Apo do më pavarësu prej Vukamovicit e Serbisë, mos me ta kontrollu sektorin e energjisë. Ndëgjom, vendimet e para janë të vëshë zero për fakturën e energjisë elektrike. Masat tjera për ndërtim të kapaciteteve gjeneruese, na do të me prodhu energjinë vetë që të në Kosovë. Mos me jadhon Vukamovicit 800 euro për megawatt me ta baj ty energjinë elektrike. E prodhon Kosovë, e ki ma lirë, edhe ki fakturën e përballueshme, rrjedhimisht bjen me pagu ma pak se sa jetu pagu sot. Sepse sot jetu e pagu importin e shtrajt, jetu e pagu transportin e energjisë shtrajt. Kur e ki në Kosovë, nuk e ki as importin as transportin. Dhe e ki fakturën e lirë. Kjo është çka na duhet neve. Pastaj, në kuadër të zhvillimit ekonomik të këtij vendi, energjia thashë që është shtylla kryesore. Pra, edhe për industrinë, edhe për ambisninë, edhe për bizneset e vogla, edhe për të mesmet. A e dini çka ndodhet? A kemi shërtu licencën Vukit të vendosjes? Vuki e ka të anulume. Unë e thash në fillim, ai sanksionohet. Sepse ka sanksionohet, ai merret licenca, i merret licenca, i hiqet e drejta për me operu në Kosovë sepse ka abuzuar me çmime. Pra, nëse ju merrni pushtetin, ju e heqni licencën Vukamovicit. Automatikisht. Kem bazë ligjore mjaftueshëm. A ka bazë ligjore që mos me përfundu pastaj në për arbitrazhe në për... Baza ligjore është abuzimi me çmimin e bartjes së energjisë elektrike. Mos na dalin fjalë me Vukin. Na me Vukin i ranë bela, edhe ashtu. Nuk është që prishemi nesër kur ja heqim sankcione, kur ja heqim licencën. E ki këtë në LMA kriminale se sa baraz me Vukën, që ka marrë 100 milion euro parat taksa paguzve, furnizim energji.
Ke pas skandalet kanë qenë publike. Po flasim për Vuk Hamovici. Vuki ka qellu kriminali Serbisë, po furnizimi edhe këto linjat për na dalin të njëjta, domethënë sigurimi aty në linja. Adin baza e këtij problemi është që nuk është investu asnjë cent për kapacitete të reja. E nisën projektin e energjisë solare me ankand. U gëzuan shumë. Shkuan që të ndovar temele, dovar ku e dioni hapën dovar gropa. Asnjë investim nuk është ndodhur atje. Pro zero është investim. Nuk bën veç çfarë, megjithatë nuk e vërtet që këta e ka shumë dëmshëm. Mirë, po që ka pas strategji edhe lobim të fuqishëm kundër kapaciteteve të reja energjetike në Kosovë ka pas jashtëzakonisht shumë, kundër termocentrale Kosova e re, hidrocentrali në Zhor ka pas një hidrocentrali i madh me u bë, do të thotë nuk ka lënë shoqëria civile edhe një segmenti caktuar i mediave kanë lobu jashtëzakonisht fuqishëm. Ka kanali lirë ty më marru centrale, shoqëria civile ka penguar me marru centrale. Presioni publik, jo mushtrit, jo plori, jo kjo, edhe tash përfundohet. Ti ke jetu në Bilic. A e dini sa njerin e keni cmut në Bilic? Po na do të me bërë një farë balanci. Unë nuk jetaj në Bilic, edhe e di gjendin atje. Mirë, po termocentralet me qëmërë që ndërtohen zët, nuk ndërtohen me teknologjit para 70 vjetëve që është Kosova O. Ideja Kosova O ka pas me u dekomisionu në 2017. Po lobimi qa që i fuqishëm e ka pengu edhe sët ma 10 vjetë e ki në funksion ende. Atëherë ka pas me u prish edhe me fillu që aty me u ndërtu e reja. Po lobimi ka qenë qa që i fuqishëm. Edhe sot jemi në këtë gjendje ku jemi. Nuk ka lobim për te fuqisë së shtetit. Pro këtu ka pas interesa tjera edhe atëherë edhe sot na ndodhemi në një kolaps energjetik, sepse çdo ditë, tu e përfshi edhe sotin, ka reduktim të energjisë elektrike. Ja, po thëmë që është mirë me marë përgjithësi pak se cili. Përgjithësi, ata që kanë pas vendimarrje, le të marrin përgjithësi, për ndryshe, na nuk mundemi me vazhdu në të njëjtin ritëm që shihim deri sot, sepse këtu në Kosovë nuk ka me pas as zhvillim, as energji, as kur gjatë tjetër. Pro, vendi është drejt një kolapsi, e kur ka kësi kolapsi, vendi ka më në uzbrasë, me dëgju përfatësusin e SROS-in në Kosovë, që ka qenë kampion kundër ndërtimit termocentralit të ri, e tash një ditë u ankëke jena vënu këna hup shansat mëja në rigjenerim në krijim të kapaciteteve të reja energjetike. Po tash është bore par vjetë që thujnë ajo, do të me këshyrë që kemi në bo. Që kemi përgjët të jona për planin për arsim të Lidhjes Demokratike të Kosovës, jona.